PDK e LDK pranon ftesën e Kurtit për takim, AK refuzon. RTK sjell pamjet ekskluzive nga aksioni i policisë së Kosovës në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore. 200 milionët nga BE-ja për programet e IPAS, profesorët e ekonomisë thonë se do të luajnë rol të madh për ekonominë e vendit. Transmetuesi publik ende pa paga, Federata Sindikale kërkon ndërhyrje urgjente të institucioneve për ekzekutimin e tyre. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Nga nesër nisin takimet për formimin e institucioneve të reja, ftesës së kryeministrit në detyrë një herësh kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti për bisedime i janë përgjigjur pozitivisht PDK dhe LDK, ndërsa AK ka vendosur ta refuzojë takimin. Në fokus të diskutimeve pritet të jenë hapat për konstituimin e institucioneve dhe sfidat për sigurimin e shumicës së nevojshme, veçanërisht për zgjedhjen e presidentit të vendit. Përgjegjësia kushtetuese dhe politike për formimin e institucioneve i takon vetëvendosjes si parti fituese e zgjedhjeve, ka thënë Partia Demokratike pas mbledhjes së kryesisë. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza deklaroi se ka pranuar ftesën e kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti për një takim për të diskutuar për formimin e institucioneve. Përgjigjja e Hamzës për takim është ora 9 së premtës në ambientet e kuvendit. Sigurisht se unë do të sillna në mënyrë të përgjithshme, mënyrë institucionale, nuk jam kundër që të ketë takime, adresimi i sfidave cilat i ka Kosova. Nëse nuk ka dakordim për këto, nuk është qëllimi i Partisë Demokratike të Kosovës të ketë një numër të caktuar të ministrive, ta ketë një kryetar të kuvendit apo presidentin apo çka do të qoftë. Cila do të jetë çështja e PDK-s? Konstruktive, parimore në interes dhe në dobi të Kosovës. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku tha se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për takim. Në këtë fazë du ta bëj publike për gjithë vendin që ky është komunikimi i parë që kemi pas deri më tani. Por nuk ka pas komunikime paraprake, nuk ka pas komunikime të tjera, kjo është komunikimi i parë zyrtar që kemi pasur që nga përfundimi i zgjedhjeve dhe prandaj s'mund të jap më tepër informacione pa ulur në takim. Ne do të flasim për parime fillimisht. Pra parimet e LDK-s tashmë janë bërë publike, kemi bërë publike disa herë, që do të flasim për një trajtim gjithëpërfshirës të gjitha institucioneve, brenda kësaj gjithëpërfshirëse të ketë balancë mes palëve që i ndërtojnë institucionet, por duhet parë dhe dëgjuar dhe palë tjera siç përmendimi kanë. Megjithatë, ftesën e Kurtit për një takim e ka refuzuar kryetari i Aleancës Ardian Gjini. Në një letër publike, Gjini ka thënë se partia që drejton është e gatshme të ndihmojë në quorum për zgjedhjen e presidentit, nëse Kurti i pranon 6 pikat e ofertuara nga partia e tij. Kjo ofertë ka për qëllim që ta shtyjë përpara zhvillimin ekonomik të Kosovës, forcimin e pozitës ndërkombëtare të vendit dhe njëkohësisht të mos e dërgojë vendin dhe një herë në zgjedhje. Duke pasur parasysh qëndrimin tonë të qartë dhe parimor, nuk e shohim të nevojshëm takimin. Thuhet në letrën e Gjinit. Me sigurimin e shumicës parlamentare, vetëvendosje me 53 deputet, duke llogaritur edhe në votat e deputetëve të pakicave jo serbe, ka deklaruar se nuk do të jetë problem konstituimi i kuvendit dhe zgjedhja e qeverisë së re, por sfidë mbetet zgjedhja e presidentit për të cilin duhen së paku 80 vota, proces që kërkon një konsensus më të gjerë politik, rrjedhimisht edhe votat e PDK-s ose të LDK-s. Sipas afateve kushtetuese, ky proces duhet të përmbyllet brenda 60 ditëve nga konstituimi i kuvendit. Zhvillimet e fundit politike në vend, procesi i formimit të institucioneve të reja dhe pozicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë proces ishin në qendër të mbledhjes së kryesisë së LDK-s, e cila zgjati mbi 3 orë. Pas takimit, kreu i partisë Lumir Abdigjiku tha se LDK-ja mbetet e gatshme të jetë pjesë aktive në krijimin e institucioneve të reja, ndërsa sqaroi se deri më tani nuk është deponuar asnjë kërkesë zyrtare
për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm të partisë që ka të bëjë me kërkesën e disa delegatëve për shkarkimin e tij nga kreu i LDK-s. Për më shumë se 3 orë ka zgjatur mbledhja e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku është diskutuar për zhvillimet e fundit politike, hapat e ardhshëm të kësaj partie, rolin e saj në procesin e formimit të institucioneve të reja, si dhe ftesën e kryeministrit në detyrë dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për një takim të liderëve politik lidhur me konstituimin e institucioneve. Pas mbledhjes së kryesisë, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se gjatë takimit janë diskutuar rezultatet e zgjedhjeve të fundit dhe zhvillimet politike në vend, duke shprehur gatishmërinë e partisë që ajo udhëheq për të kontribuar në formimin e institucioneve të reja. Vlerësojmë punën dhe angazhimin e strukturave tona, vlerësojmë punën dhe angazhimin e kandidatëve tonë në procesin e fundit zgjedhor, vlerësojmë rezultatin e arritur dhe i falenderojmë gjitha strukturat për punën e madhe që kanë bërë. Dhe njëjtën kohë shprehim gatishmëri që LDK-ja të jetë pjesë aktive, aq sa mundet, brenda parimeve të veta që i ka dhe vlerave që i përfason drejt formimit të institucioneve të reja të Republikës Kosovës. Abdigjiku tha se është diskutuar edhe rreth çështjes së kërkesës së disa delegatëve të LDK-s të cilët kanë kërkuar mbajtjen e kuvendit për largimin e tij nga i pari i partisë, por sipas tij asnjë nënshkrim deri më tani nuk ka ardhur në kryesinë e Lidhjes Demokratike. Në LDK nuk është deponuar asnjë nënshkrim deri më tani. Proceduralisht janë të lirë 1/3 të delegatëve të kuvendit kur do që dojnë, sa që dojnë të deponojnë nënshkrimet për thirrje të kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s. Përmbajtësisht, për ne dhe për kryesinë e LDK-s, zgjedhjet e rregullta të LDK-s mbahen në afate të rregullta, ato janë vitin e ardhshëm. Abdigjiku shtoi se një parti serioze duhet të respektojë rregullat dhe statutin, duke u zëtuar se çdo kërkesë e paraqitur në përputhje me procedurat do të trajtohet. Federata Sindikale e Radio-Televizionit të Kosovës i është drejtuar me një letër ushtruese së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke kërkuar ndërhyrje urgjente për ekzekutimin e pagave të punëtorëve të RTK-s. Në letër thuhet se pagat edhe me nënt korrik nuk janë realizuar. Sipas Federatës Sindikale, kjo situatë cënon të drejtat e punëtorëve dhe mund të ndikojë në funksionimin normal të transmetuesit publik. Federata thekson se diniteti i punëtorëve dhe respektimi të drejtave të tyre nuk mund të varen nga rrethanat financiare apo administrative. Ajo ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse që të ndërmerren veprime urgjente për zgjidhjen e kësaj situate, si dhe të sigurohet llogaridhënia institucionale për shkaqet që kanë çuar në vonesën e pagave. Ndërkohë, menaxhmenti dhe bordi i Radio-Televizionit të Kosovës nëpërmjet një reagimi kanë thënë se kjo situatë është jashtë kompetencave të menaxhmentit dhe bordit të RTK-s. Menaxhmenti dhe bordi kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm me institucionet përgjegjëse dhe kanë kërkuar që kjo çështje të trajtohet me prioritet maksimal, duke theksuar se pagesa e pagave dhe funksionimi normal i RTK-s janë çështje me interes publik. Megjithatë, është e rëndësishme të sqarohet se kjo situatë nuk ka ardhur si pasojë e mosveprimit të menaxhmentit apo bordit. Menaxhmenti dhe bordi mbetën të përkushtuar që deri në zgjidhjen përfundimtare të kësaj situate të vazhdojnë angazhimin me të gjitha institucionet kompetente për sigurimin sa më të shpejtë të mjeteve financiare dhe ekzekutimin e pagave të punonjësve, duke garantuar transparencë, komunikim të vazhdueshëm dhe mbrojtjen e interesit të transmetuesit publik dhe të gjithë të punësuarve të tij. Vazhdojmë me zhvillimet të tjera. Radio-Televizioni Kosovës sjell pamjet ekskluzive nga aksioni i policisë së Kosovës në bashkëpunim me Europolin, Interpolin, Frontexin, Mintin, ATK-n, Inspektoratin e Punës dhe Qendrat për Punë Sociale, ku është realizuar plani operativ ndërkombëtar GJAD Global Chain 2026. Gjatë aksionit u kontrolluan lokale të muzikës live, qendra masazhi dhe rastet të eskortave, duke rezultuar me mbylljen e 19 lokaleve dhe arrestimin e 15 personave për raste të lypjes me fëmijë dhe prostitucion. Sipas policisë, gjatë operacionit nuk është identifikuar asnjë rast i trafikimit me qenie njerëzore. Detajet i sjell gazetari Hysni Demaku. Ne kemi një plan ndërkombëtar i cili është planifikuar të marrë prej datës sot, domethënë prej datës 8,
Është plan ndërkombëtar, ku në këtë plan marrin disa vende të rajonit dhe pika e kontaktit do jetë dhe raportimi do jetë si gjithherë, do me thonë në Europol. Sate vazhdojna me inspektim të lokaleve të muzika live. Tani bashkë me drejtorinë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore, pra jemi në një lokal muzik e natës, apo si njëhet muzika live, po shihen brapa nesh zyrtarët policorë të kësaj drejtorie po bëjnë inspektimin e këtij lokali. Çfarë punë bën? Kontore. Këtu ose na problem kritikojnë se ajo detyron dikush me bu na punë pa dëshirën e juaj. Në lokal janë të punësuar 10 femra shtetase, 8 prej tyre janë nga Kosova, ndërsa 2 nga Republika e Shqipërisë. Mirë broma. Tash kemi kaluar në një lokacion tjetër, po e shohim edhe zyrtarët e drejtorisë për hetimin me trafikim të njerëzve, pra janë duke bërë verifikimin e personave edhe në këtë lokal. Deri në fund do të shohim se me çfarë do të rezultojë. Në inspektimet që u kryen lokalin e dytë, hasëm disa shtetasa të huaja, 2 prej tyre të Republikës Serbisë dhe 4 të Republikës Shqipërisë, të cilat nuk ishin të pajisur me dokumentacionin përkatës me leje qëndrime. Gjithsej bilanci i punëtorëve që u hasën këtë lokal të punu është 14 shtetase të punëtore shtetase të Shqipërisë, 2 shtetase të Republikës Serbisë dhe 3 shtetase të Republikës Kosovës. Jemi në drejtorinë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore, sapo kemi arritur nga tereni bashkë me zyrtarët policorë të kësaj drejtorie, të cilët kanë arrestuar pra 3 persona, 2 shtetase braziliane të cilat kanë qenë duke funksionuar në kryeqytet si eskorta. Ato kanë vepruar në banesa private. Kanë arrit me identifiku 2 shtetase të Brazilit, vendodhjen e tyre dhe të njëjtat janë hasë, njëra prej tyre është hasë duke kryer marrëdhënie seksuale në këmbim parave me një klient të shtetas kosovar. Njëjtat edhe klienti edhe këto 2 vajzat janë shoqëruar në stacion policisë. Tani jemi duke i trajtuar sipas procedurave që janë standardet të veprimit, është duke ju dhënë mundësia të deklarohen nëse janë viktima të trafikimit apo këtë punë e bajnë në mënyrë vullnetare. Inspektimin e qendrave të masazhit. Ky inspektim është u kryer njëkohësisht edhe në rajonin e Prizrenit edhe në rajonin e Prishtinës. Lokali mbrapa nesh është mbyll në atë kohë, është vendosur blomba. Është prish blomba prej pronarit, edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një vepër penale, është ftuar njësia patrulluese, inicion procedurë sepse është vepër penale. Ecim tutje, 3 të akuzuarit për sulmin terrorist ndaj kanalit të Iber Lepencit në Varak të Zubin Potokut të ndodhur më 29 nëntor 2024 janë deklaruar të pafajshëm në paraqitjen e tyre të parë para trupit gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë. Gjatë seancës fillestare, Prokuroria Speciale prezantoi aktakuzën dhe njoftoi se do të mbështet në një sër provash përfshirë ekspertizat të realizuara në bashkëpunim me FBI-n dhe dëshmi të tjera. Ndërkohë, mbrojtja i hodhi poshtë pretendimet e prokurorisë duke kundërshtuar provat dhe duke paralajmëruar paraqitjen e dëshmitarëve dhe ekspertizave të veta. 3 të akuzuarit për sulmin e 29 nëntorit të 2024-tës në kanalin e Iber Lepencit në Varak të Zubin Potokut të enjtë ndolën para trupit gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë. 2 vëllezërit Dragisha dhe Jovan Vicentievic që ndodhen në paraburgim si dhe Igor Dimovic që mbrohet në liri, mohuan të gjitha pikat e aktakuzës që rëndojnë mbi ta, duke u deklaruar të pafajshëm. Pas kësaj, prokurori special Bekim Kodraliu prezantoi aktakuzën dhe provat që prokuroria do të paraqes ndaj të akuzuarve, për çka tha se kanë bashkëpunuar edhe me ekspertët e FBI-s për të analizuar dheu në çizmet e të akuzuarve me atë në vendin e ngjarjes. Također tužilaštvo je pred vas do të paraqes prova konkrete će predstaviti konkretni dokaza lidhur me trajnimet u vezi sa obukama dhe përgatitjet kanë zhvilluar në poligonin ushtarak i quajtur
livadët e pasulit në Republikën e Serbisë si pjesë e përgatitjeve, qeveria e Serbisë ka pasur një rol kyç në këto përgatitje. Ka pas mungesë të energjisë, Bilo je nedostatak energije, shtetërike madhe, bio je veliki strah. nuk është ditë ende që është të ndodhë. Përveç se ka pasur një sfidë shumë të madhe në ditën e ngjarjes. Një sfidë shumë të madhe në ditën e ngjarjes. Ka pasur edhe rrezikime. Ndërkohë akuzat që përmendën në akt akuz i ka mohuar mbrojtja e 3 të akuzuarve. Ne kemi propozuar 10 prova dhe prokurori nuk ka marrë asnjë prej tyre, thjesht nuk i ka interesuar. Këtu prokurorit i pengon se i pandehuri po mbrohet në heshtje. E vetmja gjë logjike në lidhje me Dragishën është se supozohet se ekziston prova që balta nga qizmet e tij përputhen me baltën nga vendi i ngjarjes. Do të ofrojmë prova se bëhet fjalë për koleksionimin e gjërave të vjetra, përkatësisht se i mbrojturi im është koleksionues i pasionuar i gjërave të vjetra që përfshin edhe gjërat e ushtrive të vjetra të cilat janë të ralla. Sipas akt akuzës, të akuzuarit së bashku me persona të tjerë ende të pa identifikuar, pas një marrëveshje paraprake dhe me qëllim të friksimit serioz të popullsisë dhe rrezikimit të rendit kushtetues së sigurisë së Republikës së Kosovës, kanë vendosur rreth 20 kg eksploziv të llojit TNT brenda kanalit, duke shkaktuar dëm rreth 400.000 euro. Kosova pritet të mbështetet financiarisht me mbi 200 milion euro nga Bashkimi Evropian në kuadër të programeve IPA 2026-2027. Këto fonde pritet të ndahen për arsim, punësim, mjedis, energji e fushat të tjera. Megjithatë, marrëveshja paraprakisht duhet të ratifikohet në Kuvend. Profesor të ekonomisë thonë se ndarja e fondeve të tilla do të luajë rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit. Mbi 206 milion euro Kosova pritet t'i përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian në kuadër të programeve IPA 2026, IPA 2027. Nga këto fonde, 24 milion euro do të ndahen për mjedes dhe klim, 34.5 milion euro për energji, ndërsa 15 milion euro për sundimin e ligjit. Fondet do të mbështesin edhe fushat të tjera, 30.5 milion euro do të ndahen për menaxhimin e kufive dhe migrimin, për konkurrueshmëri, arsim dhe punësim 31.8 milion euro, ndërsa për qeverisje të mirë dhe për afrime BN 24.7 milion. Për këto fonde të mërkurën u deklarua kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili tha se përveç projekteve të IPAS janë miratuar edhe 3 grante nga korniza investuese për Ballkanin Perëndimor në vlerë 25.9 milion euro. Njohës të ekonomisë thonë se mbështetja financiare e BE-s është e rëndësishme për ekonominë e vendit, andaj edhe kërkojnë konsensus nga politik bërësit. Politikanë do duhej që t'jenë në një zëri, sidomos në këto orientimet ose thithjet e fondeve të Bashkimit Evropian, sepse këto ndikojnë direkt në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në mënyrën dhe të bërit biznes. Dhe këto do të përmirësonin jetën e qytetarëve dhe do të ketë edhe qeveria, do të edhe politika do të ketë një performancë më të mirë. Profesor të ekonomisë thonë se institucionet duhet të punojnë në një model për shfrytëzimin adekuat të gjitha të hyrave buxhetore në mënyrë që vendi të ketë qëndrueshmëri ekonomike. Qeveria dhe institucionet tjera të gjenë një model të zhvillimit ekonomike cila e kthen gjitha buxhetit cili po grumbullohet, gjitha ato të hyrat shtetërore dhe gjithë resurset ekonomike të shkojnë në një model të caktuar që do ta kthejë edhe në nivel të punësimit më të madh, në nivel të një qëndrueshmërie ekonomike dhe sociale. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e si vjetme ka nënvizuar se Kosova do t'jetë ndër vendet e para me rritjen më të shpejtë ekonomike në Evropë në vitet 2027-2031. Parashikimet janë që Kosova të radhitet e dyta pas Maltës për nga rritja ekonomike, duke lënë pas Serbinë, Shqipërinë, Maqedoninë e vende tjera.
Ka 4 vjetë që Komuna e Lipjanit po tenton të bëjë shpronësimin dhe rënimin e një ndërtese të vjetër në qendër të qytetit, por qytetarët po e kundërshtojnë këtë me arsye se po e përcenohet e drejta e pronës. Ata e kanë dërguar këtë çështje edhe në gjykatë, e cila ka marrë akt vendim për masën e sigurisë lidhur me këtë pronë. 2 vendimet e Komunës së Lipjanit, një preliminar i vitit 2022 dhe ai përfundimtar i vitit 2024 për shpronësim dhe rënim të kësaj prone në qendër të Lipjanit, ka shqetësuar banorët të cilët kundërshtojnë një gjë të tillë. Ata thonë se nuk po merren parasysh kërkesat e tyre për kompensim me rastin e ndërtimit të lartë. Ja me pagu që opin çmimin e sakt që po shkojnë sot, po, se ky vend është i vlefshëm. Se jo që shdojnë ata me 30.000 euro asni garosh së në me rinjë. Ata hajgore është. Une nuk dal, e gjallë nuk dal për aty, nuk alëshaj. Vesh në më qitë që në kofë që këta rosat që të në skajnë të dublat nalë që janë, une që aty kesh hunqë. Që aty kom fjetën, ujin ma ka nëllë dje. Ka donë që sharak, diçka 470 euro fillimisht, pas ta i 900 euro. Kjo është qendër 5.000 euro për shkon qendra e qytetit. Nëse dujnë me ndërtu, mujna me ndërtu na, se prona e jona private, na tha kërnë edhe neve me ndërtu. Amo jo më na i marë, edhe më na i konfisku neve, edhe me ndërtu ata vetë. Avokati Nebi Troshupa thot se pas seancës së mbajtur në gjykatën themelore Dega në Lipjan, u marr akt vendim për masën e sigurisë lidhur me çështjen e kësaj prone. Ai shton se ligji i shpronësimit në mënyrë shprehimore e konstaton se nëse realizohet projekti pa pasur nevojë që prona të shpronësohen, banorëve u kthehen ato dhe nuk mund të rënohen. Çdo veprim i komunës jashtë vendimit të gjykatës, domethënë e konsumon veprën penale. Me qenë se shpronësimi është, projektet janë realizu, shpronësimi e ka humbë kuptimin e vetë. Dhe mbi bazën e saj nuk mundet që ky objekt të rënohet dhe këtu të filloj një objekt tjetër, sepse kemë të bëjmë me nenin 4 të ligjit mbi shpronësimin, e që është diskriminimi. Por në një përgjigje me shkrim nga shefi i kabinetit të zyrës së kryetarit Imre Ahmeti, thuhet se prona është komunale dhe shpronësimi sipas të gjitha dispozitave ligjore në fuqi është konfirmuar nga gjykata e apelit. Ndërkohë gjatë ditës në vendin e ngjarjes kanë dalë ekspert të gjykatës për të konstatuar se a është përfunduar projekti i ndërtimit të parkut të qytetit, nën kalimit dhe parkingut, mbi bazën e të cilave ka filluar shpronësimi. Ata në një afat prej 4 ditësh do të hartojnë një ekspertizë me shkrim dhe do të deponojnë në gjykatë. Ministrja në Detyre Kulturës Saranda Bugujevci ka qëndruar sot në Preshev, ku është takuar me kryetaren e komunës Ardita Sinani dhe me ekipin e saj. Gjatë takimit është diskutuar për vazhdimin e bashkëpunimit në fushën e kulturës, ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, si dhe zhvillimin e turizmit. Bugujevci ka thënë se Presheva ka një pasuri të rëndësishme kulturore që duhet të ruhet dhe të shndrohet në mundësi zhvillimi për komunitetin dhe të rinjt. Ajo ka bërë të ditur se bashkëpunimi do të vazhdojë përmes projekteve dhe aktiviteteve të përbashkëta kulturore. Me ekspozitën e jo të gjithë njerëzit ekzistojnë në të tashmen e njëjtë, kuruar nga Hana Halilaj, u rihap Galeria Kombëtare në Prishtinë. Të pranishëm ishin edhe ushtrusja e detyrës e presidentës Albulena Haxhiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, të cilët thanë se investime në kulturë janë investime në dije, identitet dhe krijimi të hapësirave të reja për artin bashkëkohor. Arti e ndihmon një shoqëri ta shoh veten më qartë. Andaj Republika e Kosovës, institucionet e shtetit ton, po i ofrojnë kushtet që dhe ta mbrojnë lirinë e artit, sepse mënyra se si shteti apo institucionet e trajtojnë artistin, tregon sa i gatshëm është ta durojë të vërtetën. Kultura nuk është luks, ajo është pjesë e zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe demokratik të vendit. Një shtet i cili investon në kulturë, investon në dijen, në kreativitetin dhe në identitetin e vet. Prandaj edhe përkushtimi ynë për forcimin e infrastrukturës kulturore do të vazhdoj. Galeria Kombëtare është një shembull i këtij vizioni. Ajo sot rikthehet me kushte më të mira, me kapacitete të zgjeruara dhe me mundësi më të mëdha për të ruajtur, studiuar dhe prezantuar artin e Kosovës.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pranon se antarësimi në Bashkimin Evropian nuk pritet së shpejti, ndërsa opozita e cilëson rezolutën e Parlamentit Evropian si goditjen më të rëndë deri më tani për pushtetin në Beograd. Nga institucionet e Bashkimit Evropian po vinë lajme jo të mira për rrugën evropiane të Serbisë. Një nga rezolutat më të ashpra të Parlamentit Evropian për Serbinë, si dhe mungesa e konsenzusit për hapjen e klasterit 3 në negociatat me BE-n, konfirmojnë këtë mesazh. Parlamenti Evropian kritikoi sundimin e ligjit, lirinë e mediave, luftën kundër korrupsionit dhe harmonizimin me politikën e jashtme të BE-s. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Beogradi e ka kuptuar mesazhin e Brukselit, por se zgjerimi nuk varet vetëm nga meritat. Nuk besoj se Serbia do të bëhet antare e Bashkimit Evropian në një të ardhme të afërt. Ka çështje që lidhen me Kosovën dhe marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën. Ne bëm gjithçka që kërkoi Komisioni Evropian, por nuk mund ta ndryshojmë vullnetin politik. Na mbetet vetëm të shpresojmë, tha Vučić. Parlamenti Evropian shprehu shqetësim për krizën politike në Serbi, duke i bërë thirrje Beogradit të harmonizohet me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian në lidhje me Rusinë. Sa i përket Kosovës, u përsërit kërkesa për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe marrëveshjes së Ohrid, si dhe për ndjekjen penale të përgjegjësve për sulmin në Banjsk, përfshir Milan Radojčićin. Në të njëjtën kohë, shtetet anëtare nuk arriten konsenzus për hapjen e klasterit 3, gjë që opozita e konsideron si mesazhin më kritik të deritanishëm të Brukselit drejtuar autoriteteve në Beograd. Parlamenti Evropian flet në mënyrë jashtëzakonisht të saktë dhe të ashpër për shkeljen e të drejtave të qytetarëve, korrupsionin, shkatrimin e institucioneve, lirisë së mediave dhe kushteve zgjedhore. Kjo është një ditë e madhe për qytetarët e Serbisë dhe një ditë shumë e keqe për regjimin e Vučićit. Sipas ekspertëve për integrimet evropiane, rezoluta e Parlamentit Evropian konfirmon se Bashkimi Evropian prej vitesh përsërit të njëjtat vërejtje ndaj Serbisë, ndërsa në fushat kyçe të reformave ende nuk ka përparim të dukshëm.